Kryeministri Edi Rama në një video mesazh në rrjetet sociale ka premtuar faljen e gjobave tatimore mbi 10 vjet ndaj bizneseve dhe lehtësinë për borxhet më të reja. Detaje këto të paketës së re fiskale që do të përfshihet në buxhetin e vitit 2026. Kryeministri Edi Rama tha se nga 2026 do të jepet mundësi biznesit të madh të bëjë marrëveshje me tatimet për fitimin që do t'i tatohet. Ata që firmosin marrëveshjen amnistohen nga kontrollet. Gati 507 milion euro detyrimet tatimore dhe doganore të krijuara do të fshihen me përjashtim të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Paketa fiskale e parashikuar qysh në buxhetin e vitit të ardhshëm do të hap një kapitull të ri mes sipërmarrjes dhe administratës tatimore. Paqja fiskale. Paqja fiskale e promovuar gjatë procesit elektoral është tani më një paket e shkruar, e konceptuar për të forcuar bashkëpunimin dhe rritur besimin mes administratës tatimore dhe sipërmarrjes e po ashtu anasjelltas. Do të mbyllim çështjet e vjetra pikërisht për t'i dhënë krah këtij besimi dhe për të forcuar këtë bashkëpunim. Po si do mbyllen çështjet e vjetra? Procesi do realizohet në 2 forma kryesore. Spari do të ofrohet një falje për të gjithë sipërmarrjet me detyrime të prapambetura. Si do të jetë kjo falje? A. Fshirje plot e detyrimeve tatimore të papaguara që i përkasin periudhave më të hershme se 10 vite, të regjistruara në llogaritë tatimore të subjekteve. B. Fshirje 50% e detyrimeve për periudhat 5 deri në 10 vite, nëse shuma e mbetur paguhet një herësh brenda një afati të përcaktuar, së bashku me fshirjen e gjobave dhe të interesave. C. Fshirje 25% e detyrimeve për të njëjtën periudhë, 5 deri në 10 vite, nëse shumat paguhen me këste brenda një viti, gjithashtu edhe kjo me fshirje të gjobave dhe të interesave. D. Fshirje e gjobave dhe e kamatvonesave për periudhat 1 deri në 5 vite, me kusht që të paguhet i plot tatimi, tarifa ose kontributi i të njëjtës periudhë. Nga ana tjetër, do t'u jepet mundësia të gjithë sipërmarrjeve të korrigjojnë pasaktësira në deklarimet e mëparshme në pasqyrat e tyre financiare. Për ndryshimet mes deklarimit të vjetër dhe atij të riut, pra të vetë korrigjuarit, do të paguhet vetëm 5% tatim mbi fitimin. Por nuk mbaron me kaq. Si do të krijojmë ne një marrëdhënie të re, besimi dhe bashkëpunimi mes administratës dhe sipërmarrjes në të ardhmen. Për një periudhë që mund të shtrihet deri në 3 vite, sipërmarrjet mund të lidhin marrëveshje vullnetare me administratën tatimore, ku të pranojnë të rrisin me 18% fitimin e tatueshëm krahasuar me vitin e kaluar. Që do thotë se ky fitim tatohet sipas ligjit në fuqi, ndërsa për çdo shtesë mbi këtë fitim, tatimi do të jetë vetëm 5%.